Sot jemi këtu në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, me banorët e zonës Suçit, Kurdari, të bashkisë Klos, të cilët kanë probleme me ujin, duan të marrin ujin, në një vend ku ligjet i bëjnë si duan, e ku nuk ka ujë, nuk u çojnë ujë, po ku kanë ujë si këta shkojnë dhe u marrin ujin pa i pjetur. Vim në gjyq me ligjet që këta miratojnë dhe prap Agjencia Kombëtare Përkatëse që e ka detyrim të paraqitet sepse ka marrë vendimet mbi këtë çështje, nuk paraqitet në gjyq. Domethënë, ku mund ta gjejnë të drejtët banorët përveç se në gjykatë, edhe me ligjet që këta miratojnë. Cila agjenci mungoi? Agjencia Kombëtare e Zhvillimit të Territorit, që është dhe organi kompetent që ka dhënë lejen përkatëse të shfrytëzimit të ujit dhe të ndërtimit të hidrocentralit në Fjalë, dhe banorët në hapësirat që ligji lejon janë drejtuar gjykatës për ta gjetur të drejtën e tyre. Dhe me këtë paditë, po dhe me paditë tjera që ne presim t'i bëjmë në ditën e vazhdim, sepse nuk do t'i ndajemi kësaj çështje, do të luftojmë maksimalisht për të arritur këtë të drejtë. Kjo u ka ngelur, s'ka gjë tjetër domethënë. Shkojnë dhe u marrin ujin te dera e shtëpisë pa i pjetur, nëse mund të më nxjerrësh kanë 500 firma. 500 firma. Një banor, në krye familjar. 500 krye familjar, e thosja 5.000 banor. 500 krye familjar kanë firmosur kundër hidrocentralit, sepse askush nuk i ka pyetur. Imagjinoni 500 krye familjar në një fshat, në një zonë aty, pra gjithë fshatri, gjithë krajina është kundër. Nuk i ka pyetur, urdhroni, ja. Urdhroni. Banorët janë mbledhur të gjithë në zonë, ja ku i kemi, me firma, të gjithë kundër. Të gjithë kundër. Nuk i pyet njeri, me karta identiteti, me firma të bëra në shesh, jo kështu rrëzave në për lokale, urdhroni, i gjithë komuniteti kundër, çdo familje e komunitetit kundër. Urdhroni, imagjinoni sa banor mund të ketë një fshat, të gjitha familjet kanë firmosur kundër hidrocentralit. Ta shkojnë marrin 2-3 njerëz i gënjejnë aty, u kanë marrë firmat dhe ata janë kundër sepse nuk duan të merret ujë. Për këtë arsye ne kërkojmë nga publiku absolutisht i mbështetjes banorëve të kësaj zone dhe të ndërgjegjësohet. Kjo që po ndodh me Kurdarin, ka ndodhur më para dhe vazhdoi të ndodhë nëse njerëzit nuk bashkohen. Do ndodhe me paketë me maleve që do shkojnë aty e do të marrin malet, sepse njerëzit e marrin vesh në momentin kur vjen skrepat aty, kur vete eskavatori, fadromat. Kështu ka ndodhur dhe me këta. Asnjë njoftim, kur një ditë bukur në fshat shkojnë fadromat, apo s'është kështu?